Sot në ditën e të zhdukurve me dhunë, bashkë me nënën Ferdënie, me familjar të pagjeturve, me kolegë nga qeveria dhe kuvendi, bëjmë nderime për të gjithë të zhdukurit, me që rast edhe 1565 i kemi ende të pagjetur. Komisioni qeveritar për personat të zhdukur, Instituti i Mjekësisë Ligjore, Policia e Kosovës dhe të gjitha institucionet e vendit tonë, bëjmë përpjekje maksimale për të zbardhur fatin e më të dashurve tonë, të cilët u rrëmbyen të gjallat të vdekur nga forcat armike të Jugoslavisë Serbisë Miloševićit. Me këtë rast, duhet të kujtojmë që i fundit i cili u varros ishte djali i vogël 9 vjeçar Sinan Dauti nga Prekazi, i cili në pranverën e vitit 1999 ishte i fshehur bashkë me nënën e tij dhe familjarët e tjerë në bodrumin e shtëpisë së tyre në Prekaz dhe në mënyrë mizore atë përfshiu breshëria e plumbave të forcave të armatosura të Serbisë që po shtinin mbi gratë mbi fëmijët, dhe me atë rast nëna e tij, nëna heroin Lumnia, e plagosur e nxorri Sinanin e vogël nga podrumi dhe prej Prekazit e ka bërë deri në Klin Tult, e pastaj pe Klin Sult e kanë çuar në Skënderaj, prej Skënderaj në Spital Mitrovic, ku nuk i kanë lënë familjen dhe që prej atëherë ai figuronte i zhdukur. Dhe tash së fundmi u gjetën eshtrat e djalit vogël 9 vjeçar Sinan Dauti dhe ai prehet i qetë në vendlinjen e tij. Ne i bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar që të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar dhe të zbardhë të vërtetën për të zhdukurit tonë, meqense ata e mbajnë përgjegjësinë dhe ata e dinë të vërtetën. Janë edhe 11 varreza tjera masive, përveç atyre 5 që tashmë janë zbuluar e për të cilët Serbia nuk jep informacion. Sepse është komunikuar edhe nga vetë ata, publikisht, se janë 16 varreza masive gjithsej. E vetëm në njërën prej tyre që është zbuluar, në Batajnic, i kemi 724 të pagjetur të zhvarrosur prej atje, ndërka që gjithsej deri më tani janë rreth 1000 shqiptar të cilët janë zbuluar në varrezat masive në Serbi. Janë brigadat e caktuara të ushtrisë jugoslave, janë njësitë e veçanta të policisë serbe, të cilët kanë marrë pjesë në masakrat e Serbisë në kuadër të fushatës së tyre gjenocidale në pranverën e vitit 1999. Atje ku është përgjegjësia, atje është edhe vërteta, mirëpo ne nuk kemi jurisdiksion mbi Serbinë. Faktorët ndërkombëtar, evropian dhe amerikan duhet t'i bëjnë më shumë trysni i Beogradit, ashtu që të zbardhët e vërteta dhe përgjegjësit të dalin para gjyqit. Edhe në Kosovë tash e kemi mundësinë për vite me radhë që të dënohen pasi të gjykohen në mungesë kriminalet e shumë të luftës, qofshin ata urdhërdhënës apo ekzekutor, dhe për këtë prokuroria speciale e ka përkrahjen e plot të qeverisë së Republikës, gjithashtu edhe sistemi i drejtësisë në përgjithësi, janë duke punuar më shumë e më shpejt se përpara, por unë besoj që duhet të punojnë edhe më shumë e më shpejt se ç'po bëhet, meqense dëshmitarët po mplakën, shumë prej tyre dhe po ndrojnë jetë dhe në këtë mënyrë vështirësohet për ndjekja dhe sjellja para drejtësisë e kriminalëve serb të luftës. Lavdi gjithë martirëve dhe dëshmorëve të kombit dhe mirënjohje e pafund familjarëve që qëndrojnë kaq të fortë përkundër ankthit të përditshëm me të cilin bashkëtojnë.